Në atë shtëpi ku koha dukej se ishte ndalur, vetëm djali rritej në heshtje. Prania e re u shfaq pa premtime, duke mbartur më shumë humbje se sa shpresa. Por mjaftoi një shikim mes tyre dhe diçka u lidh aty pa mundur askush ta shpjegonte. Dhe kur fjala e parë pothuajse u formua, nuk ishte arsyeja që e kuptoi, ishte ndjenja. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Duke vazhduar, Arben Malaj gjithmonë kishte besuar se dashuria e vërtet ishte ajo që ndërtohej me duart e tua, tull pas tulle. Përpjekje pas përpjekjeje. Nuk ishte nga ata burra që prisnin fatin tu trokiste në derë. Ishte nga ata që zgjoheshin para se të linte dielli dhe flinin kur hëna ishte tashmë lart në qiell, gjithmonë pranë Elirës, shoqes së tij të gjitha betejave. Së bashku, e nisën pothuajse nga hiçi, vetëm me një zyrë të vogël me qira në qendër të Tiranës dhe një ide që dukej më e madhe se vetë ata. Ai, i diplomuar për administrim biznesi në një universitet shtetëror, punonte ditën dhe studionte natën. Ajo, një kontabiliste e talentuar, bënte magji me bilance dhe fatura për t'u paguar, ndërsa ndëronte për ditën kur nuk do të kishin më nevojë të shqetësoheshin për çdo lek të shpenzuar. Vitet e para ishin të sakrificës absolute. Net pa gjumë duke përgatitur prezantime për klient potencial, fundjava të tëra të përkulur mbi kontrata dhe propozime tregtare, dreka të zëvendësuara me sanduiqe të ngrëna me nxitim mes një takimi dhe tjetrit. Por ata kishin njëri tjetrin dhe kjo mjaftonte. Kur më në fund erdhi kontrata e parë e madhe, ishte sikur universi më në fund të kishte vendosur t'i shpërblente për gjithë përkushtimin. Kompania filloi të rritej, u punësuan punonjës, klientët u shumë fishuan. Brenda 5 vitesh, Arbeni dhe Elira u larguan nga zyra e vogël dhe u transferuan në një seli të tyren, moderne, me pamje nga parku i liçenit. Jeta që kishin projektuar së bashku po bëhej realitet. Me suksesin profesional erdhi edhe realizimi i një ëndre tjetër, shtëpia e tyre. Nuk ishte një vilë e egzageruar, por ishte e gjerë, elegante, me një kopsht ku Elira ëndërronte të kultivonte trëndafila dhe një obor ku Arbeni imagjinonte djalin e tij të ardhshëm duke luajtur. Kur ajo zbuloi se ishte shtatzën, ishte sikur të gjitha vitet e punës së palodhur të kishin gjetur qëllimin e tyre të vërtetë. Lajmi u prit me lot gëzimi, përqafime të forta dhe një ndjenjë plotësie që asnjë kontratë milionere nuk ua kishte dhënë ndonjëherë. Ata kaluan 9 muaj duke përgatitur dhomën e foshnjës, duke zgjedhur çdo detaj me një kujdes obsesiv, duke diskutuar emra gjatë darkave romantike, duke imagjinuar se si do të ishte të mbanin atë fëmijë në krah për herë të parë. Luka lindi në një mëngjes prilli, kur pranvera fillonte të ngjyroste Tiranën me lulet e saj. Lindja ishte e qetë dhe kur Arbeni dëgjoi të qarën e parë të djalit, ndjeu se jeta e tij ishte plotësuar në një mënyrë që kur nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur. Elira, e raskapitur por rrezatuese, e mbajti vogëlushin në gjoks dhe i përshpëriti fjalë dashurie që vetëm ata të tre i ndanin në atë moment të shenjtë. Shtëpia që më parë ishte e heshtur u mbush me jetë. Kishte të qara foshnjeje natën vonë, të qeshura të lodhura kur Luka bënte mimika qesharake, vizita nga miqe familjar që sillnin dhurata dhe këshilla të pakërkuara. Rutina ishte kaotike, por ishte rëmuja më e përsosur. Teto Zana, ndihmësja e shtëpisë që punonte me ta që nga koha e apartamentit të vogël, vëzhgonte gjithçka me një buzëqeshje amësore. I kishte kaluar të 60-tat, por kishte energji me bollëk për të ndihmuar me foshnjën, për të përgatitur vaktet dhe për të mbajtur shtëpinë në rregull, ndërsa Arbeni dhe Elira përpiqeshin të balanconin kompaninë në zgjerim me kërkesat e një të porsalinduri. Ajo ishte bërë shumë më tepër se një punonjëse gjatë viteve. Ishte pjesë e familjes, dëshmitare e çdo arritjeje, mbështetje në çdo sfidë. Por lumturia, sado e fortë që dukej, ishte gati të vijej në provë në një mënyrë mizore. Kur Luka ishte vetëm 8 muajsh, Elira filloi të ndihej e lodhur në një mënyrë tjetër. Nuk ishte lodhja normale e një nëne të re, por diçka më e thellë, më shqetësuese. Në fillim, ajo u përpoq ta injoronte, duke i atribuar gjithçka rutinës së ngarkuar të kujdesit për foshnjën dhe mbajtjes së një pjese të përgjegjësive në kompani. Arbeni këmbëngulte që ajo të pushonte më shumë, por Elira ishte kokfort, thoshte se gjithçka ishte në rregull, se ishte vetëm një fazë. Derisa një pasdite, duke u përpjekur të ngrinte Lukën nga krevati, ajo ndjeu një dobësi në këmbë dhe ju desh të mbështetej në mur për të mos rënë. Arbeni e çoi menjëherë te mjeku. Filluan analizat, konsultat me specialist, netët pa gjumë në pritje të rezultateve. Diagnoza, kur erdhi, ishte shkatërruese.
Një sëmundje e rëndë, e heshtur, që kishte përparuar më shumë se sa kushto do të donte ta pranonte. Mjekët folën për trajtime, për mundësi, për shpresë, por kishte diçka në vështrimin e tyre që Arbeni nuk mund ta injoronte. Elira, gjithmonë e fortë, vendosi të luftonte me gjithçka që kishte. Kaloi seanca raskapitëse trajtimi, u përball me efektet anësore me një guxim që u athyente zemrën atyre që e donin, por e mbante buzëqeshjen sa herë që mbante lukën në krah. Arbeni përpiqej të qëndronte i fortë. Gjatë ditës drejtonte kompaninë me të njëjtin vendosmëri si gjithmonë, duke fshehur nga klientët dhe punonjësit dramën personale që po jetonte. Natën, ulej pranë shtratit të Elirës duke i mbajtur dorën, duke i treguar histori për të ardhmen që do të ndërtonin ende së bashku, për udhëtimet që do të bënin kur ajo të përmirësohej, për mënyrën se si do t'i mësonin Lukës të ecte, të fliste. Të bëhej një njeri i mirë. Ajo buzëqeshte, ja shtrëngonte dorën, por të dy e dinin, thellë, se po luftonin kundër diçkaje më të madhe se ata. Në një mëngjes të heshtur marsi, pak ditë para se Luka të mbushte 1 vjeç, Elira thjesht nuk u zgjua. Kishte fjetur e qetë gjatë natës, pa dhimbje të dukshme, pa agoni. Ishte sikur të kishte zgjedhur të largohej në mënyrën më të butë të mundshme, duke u kursyer atyre që donte një vuajtje edhe më të madhe. Arbeni e gjeti në mëngjes dukej sikur thjesht po pushonte thellë dhe ju deshën minuta të gjata për të pranuar se ajo paqe ishte përfundimtare. Varrimi ishte i thjesht, vetëm me miq të afërt dhe familjar. Arbeni kaloi gjithçka sikur të ishte në trans, duke mbajtur Lukën në krah gjatë ceremonisë i paf të përpunonte plotësisht atë që po ndodhte. Kur më në fund u kthye në shtëpi dhe gjeti dhomën bosh, heshtjen shurdhuese, atëherë realiteti e goditi me forcë të plotë. Gruaja që kishte qenë partnerja e tij në absolutisht gjithçka, që kishte ëndërruar pranë tij, që i kishte dhënë jetë djalit të tij, nuk ishte më aty. Dhe nuk do të ishte më kurrë. Muajt që pasuan ishin më të zymtët e jetës së Arbenit. Ai përpiqej të mbante rutinën, të zgjohej herët, të shkonte në kompani, të merrte vendime të rëndësishme, por gjithçka dukej pa ngjyrë, pa kuptim. Kthehej në shtëpi dhe gjente Lukën, i cili po rritej shumë shpejt për dikë që mezi arrinte ta ndiqte. Teto Zana mori pothuajse plotësisht kujdesin e djalit, sepse Arbeni, sado që e donte thellësisht të birin, ishte zhytur në një trishtim që e pengonte të ishte plotësisht i pranishëm. Ai shikonte Lukën dhe shite Elirën në çdo tipar të fytyrës, në çdo lëvizje. Ishte njëkohësisht një ngushëllim dhe një torturë. Shtëpia, që më parë gumëzhinte nga jeta dhe gëzimi, u shndërrua në një mauzole të heshtur. Arbeni rrallëherë priste vizita, refuzonte ftesat e miqve, izolohej gjithnjë e më shumë. Kompania vazhdonte të funksiononte mirë, sepse ai ishte tepër profesionist për ta lënë të fundosej, por çdo vëzhgues i vëmendshëm e kuptonte se diçka tek ai ishte shuar. Punonjësit komentonin me zë të ulët për ndryshimin në sjelljen e shefit, për mënyrën se si ishte bërë i largët, pothuajse i paarritshëm. Disa përpiqeshin t'i afroheshin me fjalë ngushëllimi, por Arbeni i mbante të gjithë në një distancë të sigurt, i paftë të pranonte dhe mshuri kur gjithçka që ndjente ishte një zbrazëti e pamundur për t'u mbushur. Teto Zana, nga ana e saj, mori rolin që askush tjetër nuk mund ta plotësonte. Kujdesej për Lukën me përkushtim absolut, duke u siguruar që djali të kishte rutinë, ushqim të përshtatshëm, banja të rregullta, afeksion. Ajo i këndonte, i tregonte histori, luante me lodra shumë ngjyrëshe të shpërndara nëpër dhomën e ndenjes. Luka i vogël rritej i rrethuar me dashuri, por kishte diçka që të gjithë filluan ta vinin re me kalimin e kohës, ai nuk fliste. Në moshën 1 vjeç e gjysmë, kur shumica e fëmijëve tashmë belbëzonin fjalë të thjeshta si mami dhe babi, Luka qëndronte në heshtje. Ai kuptonte gjithçka, u përgjigjej komandave të thjeshta, tregonte me gisht atë që donte, por nuk nxirrte tinguj përveç të qarave kur ishte i frustruar. Arbeni, fillimisht, mendoi se ishte thjesht një vonesë normale në zhvillim, se çdo fëmijë kishte ritmin e vet, por kur Luka mbushi 2 vjeç dhe heshtja vazhdonte, shqetësimi u bë i pamundur për t'u injoruar. Konsultat mjekësore rifilluan. Pediatër, logoped, psikolog fëmijësh. Të gjithë bën ekzaminime të hollësishme, testuan dëgjimin, vlerësuan reflekset, plotësuan pyetësor të detajuar. Dhe të gjithë arritën në të njëjtin përfundim çorientues. Luka ishte një fëmijë krejtësisht i shëndetshëm. Nuk kishte asnjë problem fizik që justifikonte heshtjen. Disa specialistë sugjeruan se ndoshta ishte emocionale, se ambienti i rënd i shtëpisë mund të ndikonte në zhvillimin e të folurit.
Të tjerë përmenden raste të ngjashme ku fëmijët thjesht vonoheshin më shumë, pa shpjegim të qartë, dhe se një ditë, pa pritur, fillonin të flisnin normalisht. Arbeni provoi gjithçka. Punsoi terapistë të specializuar që vizitonin shtëpinë 3 herë në javë për të bërë ushtrime me Lukën. Bleu lodra edukative që premtonin të stimulonin të folurit. Madje u përpoq ta detyronte veten të dilte më shumë nga trishtimi I tij për të ndërvepruar më aktivisht me të birin, me shpresën se kjo do të bënte ndryshim. Por asgjë nuk ndryshonte. Luka vazhdonte të ishte një fëmijë I qetë, që buzëqeshte her pas here, veçanërisht ndaj teto Zanës, por që jetonte në botën e tij të heshtur. Vitet kalonin. Luka mbushi 3 vjeç dhe heshtja u bë pjesë e identitetit të tij. Arbeni ishte mësuar në një farë mënyre, megjithse shqetësimi nuk zhdukej kurrë plotësisht. Jeta vazhdonte në ritmin e saj melankolik. Kompania lulëzonte, bizneset zgjeroheshin, por shtëpia mbetej e mbështjellë në një atmosferë të rëndë, sikur të gjithë aty thjesht po kryenin lëvizje automatike, duke mbijetuar pa jetuar vërtet. Atëherë ishte kur teto Zana, me lot në sy, e thiri Arbenin për një bisedë. Ajo ishte mbi 65 vjeç dhe pesha e moshës më në fund filloi të kërkonte haraqin e saj. Këmbët nuk I përgjigjeshin më si më parë, dhimbjet e shpinës bëheshin gjithnjë më të shpeshta, dhe ajo ndjente se nuk mund ta ndiqte më ritmin e një fëmije aktiv si Luka. Njoftoi me zë të dridhur se duhej të dilte në pension. Tha se e donte atë familje si të ishte e saja, se I kishte kushtuar vitet më të mira të jetës së saj asaj shtëpie, por kishte ardhur koha të pushonte. Arbeni, I cili kishte humbur kaq shumë, ndjeu sikur po humbiste edhe një pjesë tjetër të rëndësishme të jetës së tij. Por shikoi atë grua që kishte qenë kaq besnike, kaq e përkushtuar, dhe kuptoi se ajo e meritonte paqen. Jo vetëm që e falenderoi për vitet e shërbimit, por mori një vendim që e befasoi edhe teto Zanën, I bleu një shtëpi të vogël, të paguar plotësisht dhe me dokumente në emrin e saj. Si një formë mirënjohjeje për gjithçka që kishte bërë për familjen Malaj. Kur ajo mori çelësat, qau me dënes, e përqafoi fort Arbenin dhe I pëshpëriti se nuk do t'i harronte kurrë. U përshëndet me Lukën me puthje në ball, duke I premtuar se do ta vizitonte gjithmonë, dhe u largua duke marrë me vete dekada kujtimesh. Shtëpia, që tashmë ishte e heshtur, u bë edhe më e zbrazët. Arbeni shikoi përreth dhe kuptoi se ishte vetëm me një djalë që nuk fliste, në një vilë shumë të madhe për 2 njerëz kaq të humbur. Korridoret I bënin njehon hapave të tij të vetmuar, dhomat qëndronin të mbyllura si kapsula kohe, dhe kuzhina, që më parë ishte zemra pulsuese e shtëpisë ku Elira përgatiste receta dhe teto Zana tregonte histori ndërsa gatuante bukën. Tani ishte e ftohtë dhe jo personale. Luka I kalonte ditët duke luajtur vetëm në dhomën e ndenjes, duke lëvizur makina nga njëra anë në tjetrën pa nxjerrë tingujt e motorit që fëmijët e tjerë bënin natyrshëm, pa shpikur histori, pa biseduar me kukullat e tij. Ishte sikur babë e birë të jetonin në dimensione paralele brenda të njëjtës banesë. Arbeni e dinte se kishte nevojë për ndihmë, për këtë nuk kishte dyshim. Por ideja për të sjellë dikë të ri në atë hapësirë, dikë që nuk e njihte historinë e asaj familjeje, që nuk e kuptonte dhimbjen që përshkonte çdo dhomë, duke I pothuajse e pamundur. Si? Ti shpjegoje një të huaje se ajo dhomë në fund të korridorit ishte planifikuar me kaq shumë dashuri? Si ti tregoje se trëndafilat në kopsht ishin mbjell nga duar që nuk ekzistonin më? Si ta bëje dikë të kuptonte se heshtja e Lukës nuk ishte vetëm një gjendje mjekësore, por një reflektim I një shtëpie që kishte harruar si të buzëqeshte? Për javë të tëra, Arbeni e shtyu vendimin. U përpoq t'ia dilte vetë, duke punësuar një pastruese që vinte 2 herë në javë dhe duke porositur ushqime të gatshme nga restorantet e zonës. Por shpejt e kuptoi se kjo nuk ishte e qëndrueshme. Luka kishte nevojë për vëmendje të vazhdueshme, për dikë që të ishte I pranishëm jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Kompania kërkonte praninë e tij në takime të rëndësishme që zgjasnin me orë, udhëtime të rastit për të mbyllur marrëveshje në qytete të tjera, darka biznesi që ishin thelbësore për të mbajtur kontratat. Ai nuk mund të braktiste gjithçka që kishte ndërtuar, por as nuk mund ta linte djalin e tij në mëshirë të fatit. Ishte kur bisedoi me besnikun, ortakun dhe mikun e tij të vjetër, që zgjidhja filloi të merrte formë. Besniku kishte ndjekur gjithë rrugëtimin e Arbenit dhe Elirës që nga fillimi kishte qenë kumbari I Lukës dhe ishte një nga të paktët njerëz që Arbeni ende e lejonte të hynte në jetën e tij.
Gjatë një kafeje në selinë e kompanisë, Besniku sugjeroi me delikatesë se ndoshta ishte koha që Arbeni të pranonte se kishte nevojë për ndihmë profesionale të përhershme. Jo vetëm një pastruese apo një dado të rastit, por dikë që mund të merrte përsipër menaxhimin e shtëpisë dhe kujdesin për Lukën në mënyrë integrale. Arbeni rezistoi fillimisht. Ideja për të pasur dikë që jetonte në të njëjtën çati, duke zënë hapësirën ku banonin vetëm ai, Luka dhe kujtimet e Elirës, i dukej një pushtim. Por Besniku, me durimin e dikujt që vërtet kujdeset, argumentoi se nuk bëhej fjalë për të zëvendësuar askënd, por për të siguruar që Luka të kishte atë që i nevojitej. Dhe se ai vet, Arbeni, meritonte të kishte pak paqe për të riorganizuar jetën e tij. Me ngurim, Arbeni u dorëzua. Publikoi një njoftim diskret në faqe të specializuara dhe në disa komunitete lokale të Tiranës, duke kërkuar dikë për të kujdesur për punët e shtëpisë dhe për të ndihmuar me kujdesin e një fëmije 3 vjeçar me nevoja të veçanta vëmendjeje. Ishte i kujdesshëm në përshkrim, duke përmendur se do të ishte e nevojshme të jetonte në shtëpi dhe se funksioni do të kërkonte përkushtim të plotë. Përgjigjet filluan të vinin dhe Arbeni caktoi intervista gjatë një jave. Kandidatja e parë ishte një zonjë me përvojë, me referenca të shkëlqyera, por që e bëri të qartë që në fillim se nuk punonte në shtëpi ku kishte fëmijë me çfarëdo lloj vonese në zhvillim. Tha se nuk kishte durim të merrej me situata të veçanta dhe se preferonte rutina të parashikueshme. Arbeni e falenderoi me mirësjellje dhe e mbylli intervistën para se të mbaronte kafen. E dyta ishte shumë e re, sapo kishte dalë nga adoleshenca, pa asnjë përvojë, që dukej më e interesuar për pagën dhe mundësinë për të jetuar në një shtëpi të madhe sesa për vetë punën. Flitej me zë të lartë, gestikulonte tepër dhe kur Luka u shfaq në dhomë, ajo u përpoq të ndërvepronte në një mënyrë kaq pushtuese saqë djali vrapoi të fshihej pas divanit. Arbeni e kuptoi se kjo nuk do të funksiononte kurrë. Pati intervista të tjera po aq zhgënjyese. Një zonjë që mbante erë aq shumë duhan sa Arbeni ishte i sigurt se e gjithë shtëpia do të mbytej nga ajo aromë. Një zotëri që dukej kompetent, por që i shpëtuan komente paragjykuese për fëmijët që nuk flisnin, duke sugjeruar se ndoshta ishte problemi i edukimit të papërshtatshëm. Një vajzë që e kaloi gjithë intervistën duke folur për problemet e saj personale, duke e shndërruar takimin në një seancë terapie të improvizuar. Arbeni ishte gati të hiqte dorë kur, në një pasdite me shikoriku, kur qielli i Tiranës ishte i ngarkuar dhe bubullimat lajmëronin stuhi, ra zilja. Ai hapi derën dhe gjeti një vajzë të re të bërë qull, që dridhej nga i ftohti, duke mbajtur një çadër të thyrë që qartësisht nuk e kishte kryer funksionin e saj. Ajo kërkoi falje pafund për vonesën, duke shpjeguar se autobusi ishte prishur në mes të rrugës dhe ishte dashur të ecte disa bloqe nën shi për të mos humbur intervistën. Arbeni e ftoi të hynte, i ofroi një peshqir dhe i përgatiti një çaj të nxehtë ndërsa ajo thahej. Kishte diçka ndryshe tek ajo vajzë. Në sytë e saj, pavarësisht rinisë së dukshme, kishte një thellësi që vjen vetëm nga ata që kanë mbajtur barra shumë të rënda për moshën e tyre. Kur më në fund u ulën për të biseduar, ajo tregoi historinë e saj me një sinqeritet të papërpunuar që e kapi Arbenin në befasi. Megjithatë, jeta kërkonte zgjidhje praktike dhe Arbeni duhej të merrte një vendim. Emri i saj ishte Anisa Basha, ishte 23 vjeç dhe mbante mbi supe një histori që dukej se i përkiste dikujt shumë më të vjetër. Filloi duke treguar se ishte rritur në periferi të Tiranës, në zonën e kombinatit, në një shtëpi të thjeshtë por plot dashuri. Prindërit e saj ishin njerëz të përulur, punëtor të ndershëm që kurrë nuk kishin pasur shumë, por që gjithmonë ishin siguruar që ajo të kishte gjërat thelbësore. Babai punonte si mekanik në një servis të vogël dhe nëna ishte rrobaqepse, duke bërë rregullime dhe riparime për fqinjët. Anisa ishte fëmijë i vetëm, krenaria dhe gëzimi i asaj shtëpie modeste. Kur ishte 16 vjeç, babai i saj filloi të shfaqte simptoma të çuditshme. Lodhje e tepërt, mungesë frymëmarrjeje, dhimbje në gjoks. Fillimisht menduan se ishte thjesht nga puna e tepërt, por analizat zbuluan një gjendje të rëndë kardiake që do të kërkonte trajtim të zgjatur dhe kujdes të vazhdueshëm. Anisa, e cila ishte në vitin e dytë të gjimnazit dhe ëndërronte të studionte për pedagogji, ju desh të bënte një zgjedhje të dhimbshme. La shkollën për të kujdesur për të atin me kohë të plotë, ndërsa nëna punonte 2 fish për të mbajtur shtëpinë dhe për të paguar ilaçet e shtrenjta që sigurimi shëndetësor nuk i mbulonte. Ishin 3 vite të vështira. Anisa mësoi të administronte ilaçe, të njihte shenjat e urgjencës, të përballej me zhgënjimin e të parit të dikujt që donte duke u shuar dalë ngadalë.
Babai i saj, që gjithmonë kishte qenë i fortë dhe i gjallë, u shndërrua në një hije të vetvetes. Por ajo kur nuk u ankua, kur nuk tregoi pa kënaqësi. Bënte gjithçka me dashuri, sepse besonte se kjo ishte e përkohshme, se ai përfundimisht do të përmirësohej dhe ajo do të mund të rifillonte ëndrat e saj. Pastaj, sikur fati të vendoste ta testonte edhe më shumë forcën e saj, edhe nëna e Anisës u sëmur. Ishte një diagnozë po aq shkatërruese, e zbuluar shumë vonë. Anisa, në moshën 20 vjeçare, e gjeti veten duke u kujdesur e vetme për 2 prindër të sëmur, duke u ndarë mes një dhome dhe tjetrës, duke administruar ilaçe të ndryshme në orare specifike. Duke u përpjekur të mbante gjallë shpresën edhe kur gjithçka dukej se po shembej. Miqtë e saj u larguan, sepse ajo nuk kishte më kohë për asgjë tjetër përveç atyre 4 mureve. Ndrat e saj u futën në sirtar gjithnjë e më të thellë të kujtesës. Babai ndërroi jetë i pari në një mëngjes të heshtur, ndërsa flinte. Nëna rezistoi vetëm disa muaj më shumë. Anisa kaloi gjithçka në një gjendje shoku që e pengonte të përpunonte plotësisht dhimbjen. Organizoi varrimet, falenderoi për ngushëllimet, u përshëndet me të dy duke u përpjekur të ishte e fortë. Vetëm kur u kthye në shtëpinë e zbrazët, ku gjithçka ende mbante erë ilaçesh dhe shpresash të thyra, realiteti e goditi drejt për drejt. Ishte vetëm në bodh. Pa të afërm, pa burime financiare, pa drejtim. Borxhet e grumbulluara nga trajtimi i prindërve ishin të mëdha. Anisës ju desh të shiste gjithçka që kishte ndonjë vlerë, mobilje, pajisje elektroshtëpiake, madje edhe makinën qepse të nënës që ishte praktikisht një relike familjare. Edhe kështu, nuk mjaftoi. Pronari i shtëpisë ku jetonin po kërkonte qirat e prapambetura dhe kërcënonte me dëbim. Ajo gjeti një punë të përkohshme në një fast food në qendër, por paga mezi i mbulonte shpenzimet e saj. Ishte fjalë për fjalë disa javë larg të mbeturit në rrugë. Ishte atëherë kur pa njoftimin e Arbenit. Mundësia për të punuar me strehim të përfshirë i dukej si përgjigja e një lutjeje që as nuk e dinte se e kishte bërë. Aplikoi menjëherë, por ditën e intervistës gjithçka shkoi keq. Autobusi u prish, filloi një shi i rrëmbyeshëm, çadra ju kthye përmbys nga era. Kur më në fund arriti në shtëpinë e Arbenit, ishte e bërë qull, me vonesë dhe me sigurinë se e kishte humbur mundësinë. Por Arbeni nuk e përzuri përpamjen apo vonesën. Diçka në qëndrimin e saj, në mënyrën se si kërkonte falje me sinqeritet të vërtet, i tërhoqi vëmendjen. I ofroi ngushëllim, i përgatiti çaj dhe e dëgjoi historinë e saj pa e ndërprerë. Anisa foli për gjithçka me një ndershmëri çarmatose, pa u përpjekur të fshihte pjesët e vështira, pa e zbukuruar situatën e saj. Tha se nuk kishte përvojë profesionale formale në kujdesin shtëpiak, por se kishte kaluar vite duke u kujdesur për njerëzit që donte, se dinte të përballej me rutina kërkuese, se ishte e organizuar, e përkushtuar dhe mbi të gjitha se kishte nevojë për atë mundësi më shumë se çdo gjë tjetër. Arbeni pa tek Anisa diçka që e njohu menjëherë, dhimbjen e heshtur të atij që ka humbur gjithçka. Ajo vajzë 23 vjeçare që dukej se kishte jetuar një jetë të tërë sakrificash i kujtonte, në një farë mënyre, vetveten. Ishin 2 njerëz që po shkërmoqeshin nga brenda, duke u përpjekur të qëndronin në këmbë edhe kur toka nuk ekzistonte më poshtë tyre. Pa menduar shumë, mori një vendim impulsiv. I tha se puna ishte e saja, se mund të fillonte menjëherë dhe se do të kishte një dhomë në dispozicion në shtëpi ku ajo mund të jetonte ndërsa riorganizohej. Anisa e shikoi me lot në sy, e paftë të besonte atë që po dëgjonte. U përpoq ta falenderonte, por fjalët i dilnin të ngatëruara, të përziera me dënesa lehtësimi. Arbeni vetëm tundi kokën, i tha se mund të sillte gjërat e saj të nesërmen dhe se do të bisedonin për detajet e rutinës kur të ishte sistemuar. Atë natë, Anisa u kthye në dhomën e saj të vogël me qira me një përzierje shprese dhe frike. Shpresë sepse më në fund kishte një rrugdalje nga gropa ku kishte rënë. Frikë sepse do të ishte një fillim i ri absolut në një vend të panjohur, me njerëz që nuk e dinte nëse do të arrinte t'i shërbente siç duhet. Por nuk kishte alternativë. Paketoi rrobat e saj të pakta në një valixhe të vjetër, mblodhi disa objekte personale që i ruante ende nga prindërit dhe të nesërmen në mëngjes i ra përsëri ziles së shtëpisë së Arben Malaj. Dhoma që ai kishte përgatitur për të ndodhej në katin e parë, pranë kuzhinës. Ishte e thjeshtë por komode, me një krevat tek, një dollap të integruar, një tavolinë të vogël shkrimi dhe një dritare që shikonte nga kopshti. Anisa kur nuk kishte jetuar në diçka kaq të rregull, kaq të pastër, kaq të qetë.
I vendosi gjërat e saj me kujdes, duke organizuar çdo sirtar sikur të kishte frikë se gjithçka mund të zhdukej në çdo moment. Arbeni I shpjegoi rutinën e shtëpisë me objektivitet. Ai dilte herët për në kompani dhe zakonisht kthehej vetëm pas dite vonë. Luka zgjohej rreth orës 7 të mëngjesit dhe kishte orare specifike për vaktet. Kishte një listë ushqimesh që djali pranonte t'i hante, sepse ishte shumë përzgjedhës me teksturat dhe shijet. Lodrat e tij qëndronin të organizuara në dhomën e ndenjes dhe kishte terapistë që do të vinin disa herë në javë për të punuar me djalin. Shtëpia duhej mbajtur në rregull, por Arbeni e bëri të qartë se prioriteti absolut ishte Luka. Pjesa tjetër mund të priste. Anisa dëgjoi gjithçka me vëmendje, duke bërë pyetje të rëndësishme, duke mbajtur shënime mendore. Kur Arbeni më në fund e çoi të takonte Lukën, ajo ndjeu zemrën t'i shtrëngohej. Djali ishte ulur në tapetin e dhomës së ndenjes, duke grumbulluar kube druri shumë ngjyrëshe në një kull të paqëndrueshme. Kishte flokë gështenje të drejtë, sy të mëdhenj dhe shprehës, dhe një seriozitet në fytyrë që nuk përputhej me moshën e tij 3 vjeçare. Kur vuri re praninë e saj, ndaloi atë që po bënte dhe e vëzhgoi me kuriozitet të heshtur. Anisa u ul në gjunjë në nivelin e tij, duke mbajtur një distancë respektuese. Nuk u përpoq të detyronte kontaktin, nuk foli me zë shumë të lartë, nuk I pushtoi hapësirën. Thjesht buzëqeshi dhe I tha me zë të butë se quhej Anisa, se do të ndihmonte për t'u kujdesur për të, dhe se shpresonte se mund të bëheshin miq. Luka vazhdoi ta shikonte për sekonda të gjata, sikur po vlerësonte nëse mund t'i besonte asaj të huaje. Pastaj, ngadalë, shtyu një nga kubet e drurit në drejtim të saj. Një ftesë e ndrojtur për të luajtur së bashku. Anisa mori kubin dhe e vendosi me kujdes mbi kullën që Luka po ndërtonte. Djali buzëqeshi lehtë, e miratoi shtesën dhe vazhdoi të grumbullonte. Ishte një moment I vogël, pothuajse I parëndësishëm, por Arbeni, duke vëzhguar nga larg, kuptoi se diçka ndryshe kishte ndodhur. Luka rrallëherë I pranonte të huajt kaq shpejt. Zakonisht duheshin ditë, ndonjëherë javë, për të mësuar me njerëz të rinj. Por me Anisën, brenda pak minutash, tashmë kishte krijuar një lidhje. Ditët e para ishin të përshtatjes për të gjithë. Anisa zgjohej para Arbenit, përgatiste mëngjesin, sigurohej që shtëpia të ishte minimalisht e organizuar para se ai të duhej të dilte. Kur Luka zgjohej, ajo e priste me durim, duke respektuar humorin e tij të mëngjesit, duke e lënë të merrte kohën e nevojshme për t'u zgjuar plotësisht. Ja përgatiste mëngjesin saktësisht siç e kishte udhëzuar Arbeni, por dalë ngadalë filloi të testonte variacione të vogla, duke futur ushqime të reja në mënyrë graduale dhe të kujdesshme. Ajo që e impresionoi më shumë Arbenin ishte mënyra se si Anisa ndërvepronte me Lukën. Ajo nuk e trajtonte heshtjen e tij si një kufizim apo një problem për t'u zgjidhur. Bisedonte me të normalisht, I tregonte se çfarë po bënte, I bënte pyetje pa pritur përgjigje verbale, por duke I kushtuar vëmendje gjesteve, shprehjeve të fytyrës, shenjave të vogla që Luka I jepte. Krijoi një rutinë lojërash që përfshinte muzikë, kukulla, libra me ilustrime. Këndonte këngë fëmijësh me zë të butë ndërsa përgatiste drekën dhe Luka, I cili zakonisht qëndronte indiferent ndaj stimujve zanor, filloi t'i kushtonte vëmendje. Një pasdite, kur Anisa po paloste rroba në lavanderi dhe po këndonte me zë të ulët një këngë të vjetër që nëna e saj ja këndonte zakonisht, Luka u shfaq në derë. Qëndroi aty, thjesht duke vëzhguar. Ajo I buzëqeshi dhe vazhdoi të këndonte, duke e ftuar me gjeste të afrohej. Djali hyri, u ul në dysheme pranë shportës me rroba të pastra dhe qëndroi aty për gati gjysmë ore, thjesht duke dëgjuar. Nuk bëri zë, nuk u përpoq të imitonte, por kishte diçka ndryshe në shprehjen e tij. Një qetësi, një prani që nuk ekzistonte më parë. Po të ishit në vendin e Arbenit, a do ta kishit punësuar Anisën edhe pa përvojë profesionale, vetëm për lidhjen që ajo tregoi me Lukën? Na tregoni në komente. Javët kalonin dhe transformimi në shtëpi bëhej gjithnjë e më I dukshëm. Atmosfera e rëndë që dominonte çdo dhomë filloi të shpërndahej. Anisa kishte zakon të hapte dritaret në mëngjes, duke lënë diellin të hynte dhe duke rinovuar ajrin. Vendoste lule të freskëta në vazo nëpër shtëpi, gjithmonë duke zgjedhur ato më shumë ngjyrëshe dhe më aromatike. Gatuante me erza që e mbushnin kuzhinën me aroma mikpritëse. Dalë ngadalë, ajo hapësirë që dukej si një mauzole filloi të kujtonte përsëri një shtëpi. Luka ndryshoi dukshëm. Filloi të buzëqeshte më shpesh, veçanërisht kur Anisa I afrohej.
Kërkonte aktivisht shoqërinë e saj, duke i sjell lodra për t'i treguar, duke i tërhequr dorën kur donte që ajo të luante me të. Ende nuk fliste, por përpjekjet e tij për të komunikuar u bën më të sofistikuara. Tregonte me gisht, gestikulonte, madje përpiqej të riprodhonte disa tinguj, megjithse nuk formonin fjalë të njohshme. Terapistët që vizitonin Lukën gjithashtu e vunë re ndryshimin. I komentuan Arbenit se djali ishte më pranues, më i angazhuar në aktivitetet e propozuara, më i gatshëm të provonte gjëra të reja. Sugjeruan se ambienti pozitiv po bënte më shumë për zhvillimin e tij se sa çdo teknikë specifike terapeutike. Arbeni dëgjonte gjithçka dhe vëzhgonte Anisën me një përzierje mirënjohjeje dhe diçka e tjetër që ai ende nuk arrinte ta identifikonte plotësisht. Ai vetë, pa e kuptuar me vetdije, gjithashtu po ndryshonte. Filloi të kthehej në shtëpi më herët, jo vetëm sepse kishte përgjegjësi për Lukën, por sepse donte të ishte aty. Ndonjëherë qëndronte në derën e kuzhinës duke vëzhguar Anisën teksa përgatiste darkën ndërsa Luka luante në dysheme pranë saj dhe ndjente një therrje të diçkaje që nuk e kishte provuar prej shumë kohësh. Nuk ishte vetëm rehati apo komoditet. Ishte ajo ndjesia e përkatësisë se ajo shtëpi po bëhej sërish një vend ku ja vlente të ishe. Bisedat mes Arbenit dhe Anisës, fillimisht të kufizuara në çështje praktike rreth rutinës së shtëpisë dhe nevojave të Lukës, filluan të zgjateshin. Pasi djali flinte, Arbeni ndonjëherë qëndronte në kuzhinë ndërsa Anisa organizonte detajet e fundit të ditës dhe ata bisedonin. Flisnin për humbjet e tyre, për sa e vështirë ishte të vazhdoje kur gjithçka dukej se kishte mbaruar, për gjëra të vogla që ende sillnin ndonjë kuptim edhe në mes të dhimbjes. Anisa kishte një mënyrë të dëgjuari që Arbeni nuk e gjente te askush tjetër. Ajo nuk përpiqej ta rregullonte, nuk ofronte këshilla boshe, nuk e minimizonte vuajtjen e tij. Thjesht dëgjonte, tunte kokën dhe ndonjëherë thoshte diçka të thjeshtë që në një farë mënyre kishte kuptim. Ai, nga ana tjetër, kuptonte se edhe ajo kishte nevojë të dëgjojë. Sepas asaj vajze të re që dukej kaq e fortë, shihej një vajzë që kur nuk pati mundësinë të ishte thjesht një vajzë, që ishte detyruar të rritej shumë shpejt, të mbante përgjegjësi që nuk ishin të saj. Pati një moment specifik që shënoi një ndryshim të padukshëm por domethënës. Ishte një e diel në mëngjes dhe Arbeni u zgjua më vonë se zakonisht. Kur zbriti në kuzhinë, gjeti Anisën dhe Lukën duke përgatitur petulla së bashku. Djali ishte në këmbë mbi një stol pranë sobës, duke vëzhguar ndërsa ajo kthente petullat në tigan. Skena ishte kaq shtëpiake, kaq natyrshëm familjare, saqë Arbeni mbeti i ngrirë në derë për disa çaste, thjesht duke vëzhguar. Ishte atëherë kur Anisa u kthye, e pa atë të ndalur aty dhe buzëqeshi. Nuk ishte një buzëqeshje profesionale apo e sjellshme. Ishte një buzëqeshje e sinqertë, e ngrohtë, që ja ndriçoi të gjithë fytyrën. Dhe në atë çast, Arbeni ndjeu diçka të lëvizte brenda gjoksit të tij. Ishte sikur një derë që e kishte mbyllur me çelës vite më parë, filloi të hapej, duke lënë të hynte një rrezë drite. Ai u përpoq ta injoronte atë ndjenjë. I tha vetes se ishte thjesht mirënjohje, se po ngatëronte lehtësimin me diçka më të thellë, se do të ishte krejtësisht e papërshtatshme të zhvillonte çfarëdo lloj ndjenje për dikë që punonte për të, që varej prej tij, që ishte aty nga nevoja. Por ndjenjat rrallëherë i binden logjikës dhe sa më shumë kohë kalonte, aq më e vështirë bëhej të shtirej se ishte thjesht profesionale. Anisa, nga ana e saj, gjithashtu luftonte kundër diçkaje që rritej brenda saj. Sa herë që Arbeni arrinte në shtëpi dhe sytë e tyre takoheshin për disa sekonda më shumë se sa duhej, ajo ndjente zemrën t'i rrite më shpejt. Kur ai ndihmonte Lukën me ndonjë detyrë dhe ajo shihte butësinë që ai kishte për të birin, edhe përmes gjithë dhimbjes së tij, diçka brenda saj shkrihej. Por ajo i kujtonte vazhdimisht vetes pozicionin e saj në atë shtëpi, faktin që Arbeni i kishte dhënë një mundësi kur ishte e dëshpëruar, dhe se do të ishte tradhti e besimit të tij të lejonte që ndjenjat e papërshtatshme të lulëzonin. Kështu, të dy mbanin distancë emocionale. Ishin të sjellshëm, miqësor, respektues. Por kishte një tension të pathënë në ajër, diçka që rrinte pezull mes tyre sa herë që mbeteshin vetëm për më shumë se disa minuta. Ishte sikur e gjithë shtëpia të mbante frymën, duke pritur që diçka të ndodhte. Dhe pastaj, në një natë specifike shtatori, kur koha filloi të ngrohej duke lajmëruar pranverën, diçka ndryshoi. Luka ishte zgjuar në mes të natës nga një makth. Nuk qau me zë të lartë, por bëri tinguj të vegjël ankthi që zgjuan Anisën, dhoma e së cilës ishte më afër të tijës.
Ajo shkoi në dhomën e djalit, ndezi dritën e butë të abazhurit dhe e gjeti të ulur në shtrat, duke përqafuar arushin pelush me të cilin flinte çdo natë. Fytyra e tij ishte e kuqe dhe kishte lok që I rridhnin në heshtje në përfaqe. Anisa u ul në cep të shtratit dhe hapi krahët. Luka menjëherë u hodh në ta, duke fshehur fytyrën në shpatullën e saj, duke u dridhur lehtë. Ajo e përkundi butësisht, duke I kënduar me zë të ulët të njëjtën këngë që nëna e saj ja këndonte kur ishte fëmijë dhe kishte frikë nga errësira. Kaluan minuta kështu, derisa djali më në fund u qetësua dhe frymëmarrja e tij u kthye në normalitet. Ishte atëherë kur Arbeni u shfaq në derë, I zgjuar gjithashtu nga zhurma. Kishte veshur vetëm një bluzë dhe pantallona pijamesh, flokët I kishte të shpupuritura nga gjumi dhe në fytyrë I lexoi shqetësimi. Kur pa Anisën duke mbajtur Lukën, diçka ndryshoi në shprehjen e tij. Nuk ishte vetëm mirënjohje. Ishte njohje. Ishte ndërgjegjësimi se ajo grua ishte bërë shumë më tepër se thjesht një punonjëse. Ajo ishte bërë thelbësore për mirëqenien e djalit të tij. Dhe ai duhej t'ia pranonte vetes, edhe për të tijën. Anisa e shikoi Arbenin mbi kokën e vogël të Lukës dhe vështrimet e tyre u takuan në një shkëmbim të heshtur që zgjati vetëm disa sekonda, por që mbarte vëllime kuptimi. Ajo pa tek ai jo më vetëm shefin apo burrin e trishtuar që e kishte punësuar muaj më parë. Pa një baba të përkushtuar, një burr që po përpiqej fort të kapërcente dhimbjet e tij për të qenë I pranishëm për djalin e tij, dikë që meritonte më shumë se vetmin në të cilën ishte burgosur. Arbeni u afrua dhe zgjati krahët për të marrë Lukën. Djali kaloi nga krahët e Anisës në ato të babait pa rezistencë, por mbajti një dorë të vogël të kapur pas bluzës së saj, sikur të kishte nevojë për lidhjen me të dy. Arbeni e struku në gjoks, duke ndjer peshën e ngrohtë dhe ngushëlluese të birit dhe I përshpëriti se gjithçka ishte në rregull, se babi ishte aty, se nuk kishte asgjë për t'u frikësuar. Anisa u ngrit, rregulloi bataniet e shtratit dhe kur u kthye për të dalë nga dhoma, Arbeni e kapi lehtë për krahu. Ishte një prekje e shkurtër, pothuajse e padukshme, por që dërgoi një rrymë elektrike në përgjithë trupin e saj. Ai thjesht I përshpëriti një falënderim të sinqert, por kishte diçka më shumë në atë gjest, në atë vështrim, në atë moment të ndarë në mes të natës. Ajo tundi kokën dhe doli nga dhoma, por zemra I rrite pa pushim. U kthye në shtratin e saj, por ju deshën orë për të fjetur përsëri, ndjesia e asaj prekjeje ende e gjallë në lëkurën e saj, imazhi I atij vështrimi ende I gdhendur në mendjen e saj. Arbeni, nga ana tjetër, e shtriu Lukën në shtrat dhe qëndroi aty derisa djali fjeti plotësisht. Por kur u kthye në dhomën e tij, gjithashtu nuk mundi të pushonte. Për herë të parë në vite, I lejoi vetes të konsideronte mundësinë se ndoshta, vetëm ndoshta, ende kishte vend në jetën e tij për diçka përtej dhimbjes. Se ndoshta nuk ishte tradhti të lejonte veten të ndjente përsëri. Se ndoshta e lira, kudo që të ishte, do ta kuptonte se ai duhej të vazhdonte të jetonte, jo vetëm të mbijetonte. Në ditët që pasuan, dinamika mes tyre ndryshoi në mënyrë delikate. Kishte më shumë ndërgjegjësim në çdo ndërveprim, më shumë kujdes në çdo fjalë, më shumë kuptim në çdo gest. Por kishte edhe frikë. Frikë për të prishur ekuilibrin e brish që kishin arritur, frikë për të lënduar njëri tjetrin, frikë se çdo hap I gabuar mund të shkatëronte gjithçka që po rindërtohej në atë shtëpi. Pranvera erdhi duke sjellë me vete jo vetëm lule dhe ditë më të gjata, por edhe komplikime që askush nuk I kishte parashikuar. E para prej tyre erdhi në formën e verës, një fqinje e shtëpisë ngjitur që gjithmonë kishte treguar interes të tepruar për jetën e Arbenit. Ishte një grua rreth të 40-tave, e divorcuar, elegante dhe me kohë me bollëk për të vëzhguar se çfarë ndodhte në shtëpitë fqinje. Që kur Elira ishte larguar, Vera bënte vizita të shpeshta me justifikime të ndryshme, sillte kek shtëpie, ofronte ndihmë me Lukën, komentonte për evente sociale ku Arbeni duhej të merrte pjesë për të mos u izoluar plotësisht. Kur Anisa erdhi për të jetuar në shtëpi, Vera e vuri re menjëherë. Filloi të bënte pyetje delikate gjatë vizitave të saj gjithnjë e më të shpeshta. Kush ishte ajo vajzë? Ishte e afërme e Arbenit? Pse po jetonte aty? A nuk do të ishte më e përshtatshme të punsonte dikë me më shumë përvojë, ndoshta më të moshuar, për të kujdesur për një fëmijë me nevoja të veçanta? Pyetjet e saj vinin gjithmonë të mbështjella me shqetësim të rrem, por ishte e qartë për këdo se ajo ishte e bezdisur nga prania e një vajze të re dhe të bukur që jetonte në të njëjtën shtëpi me Arbenin. Anisa e perceptonte vështrimin vlerësues të Verës sa herë që e takonte.
Ndjente peshën e gjykimit të heshtur, insinuatat e fshehura për moshën, pamjen dhe pozicionin e saj në atë shtëpi. Filloi të ndiej në siklet duke pyetur veten nëse ishte vërtet e përshtatshme të ishte aty. Arbeni e vuri re ndryshimin në sjelljen e saj, se si ajo tërhiqej kur shfaqej Vera, dhe kjo e iritoi thellësisht. Një pasdite kur Vera u shfaq pa lajmëruar duke sjell edhe një kek tjetër që askush nuk e kishte kërkuar, ai më në fund vendosi kufi të qartë. E falenderoj me mirësjellje, por ja bëri shumë të qartë se Anisa ishte një profesioniste kompetente, se po bënte një punë të jashtëzakonshme, dhe se ai nuk do të pranonte komente pa respekt për të apo për zgjedhjet e tij personale. Vera u largua e ofenduar, por thashë themet tashmë kishin filluar të përhapeshin në lagje. Disa njerëz komentonin me ton qortues për shpejtësinë me të cilën Arbeni kishte sjell një vajzë të re për të jetuar në shtëpinë e tij. Të tjerë spekulonin për natyrën e marrëdhënies mes tyre. Kishte nga ata që thoshin se ishte e papërshtatshme, se ai po përfitonte nga cenueshmëria e saj, se ky nuk ishte shembull për Lukën. Bisedat bëheshin me pëshpërima në supermarkete, në palestra, në kafenet e frekuentuara nga klasa e mesme e lartë e Tiranës. Disa nga gratë e klientëve të rëndësishëm të kompanisë filluan të refuzonin ftesat për darka biznesi në shtëpinë e Arbenit, duke pretenduar siklet me situatën. Të tjera bënin komente të fshehura se si burrat gjithmonë përfitonin nga vajzat e reja dhe nevojtare. Ajo që ata njerëz nuk shihnin, ose zgjidhnin të mos shihnin, ishte realiteti brenda asaj shtëpie. Nuk po ndodhte asgjë e papërshtatshme. Anisa punonte me profesionalizëm shembullor, Arbeni mbante kufi të qartë, dhe gjithçka që kishte mes tyre ishte një lidhje emocionale që të dy përpiqeshin aktivisht ta shtypnin. Por zërat vazhdonin të rriteshin, të ushqyer nga njerëz që kishin agjendat e tyre ose thjesht nuk kishin gjë tjetër më interesante për të bërë përveç se të spekulonin për jetët e të tjerëve. Anisa filloi ta ndjente peshën e këtyre gjykimeve sa herë që i duhej të dilte nga shtëpia për blerje apo angazhime lidhur me Lukën. Vërente vështrime kurioze, biseda që ndalonin papritur kur ajo afrohej, buzëqeshje të detyruara që nuk arrinin në sy. Në një rast veçanërisht të pakëndshëm, ndërsa priste Lukën të mbaronte një seancë terapie, dëgjoi dy gra në dhomën e pritjes duke komentuar për një histori që ishte qartësisht për të dhe Arbenin, megjithse nuk përmendnin emra. Thoshin se ishte e qartë që vajza i kishte vënë syrin parave të shefit, se ndoshta ishte më e zgjuar se sa dukej, se kishte përfituar nga brishtësia e tij emocionale për të siguruar një jetë të rehatshme. Fjalët e pren thellë. Anisa doli prej andej me Lukën dhe qau në makinë gjatë gjithë rrugës së kthimit. Kur arritën në shtëpi dhe Arbeni e pyeti nëse ishte gjithçka në rregull, ajo tha se ishte thjesht e lodhur. Por atë natë, e mbyllur në dhomën e saj, pyeti seriozisht veten nëse duhej të vazhdonte të qëndronte aty. Ndoshta do të ishte më mirë për të gjithë nëse ajo gjente një punë tjetër, një vend tjetër për të jetuar, edhe nëse kjo do të thoshte të kthehej në pasiguri. Të paktën nuk do të ishte objekt i thashë themeve mizore, nuk do të vinte në rrezik reputacionin e Arbenit apo mirëqenien emocionale të Lukës. Besniku, ortaku i Arbenit, gjithashtu filloi të bënte komente. Në një takim në kompani, e tërhoqi mikun për një bisedë private dhe e pyeti nëse ishte në dieni të spekulimeve që qarkullonin. I tha se disa njerëz po vinin në dyshim profesionalizmin e Arbenit, duke sugjeruar se ndoshta ai po ngatëronte mirënjohjen me diçka më shumë. Besniku nuk ishte keqdashës, ishte sinqerisht i shqetësuar për mirëqenien e mikut të tij, por fjalët e tij mbollën fara dyshimi që Arbeni u përpoq të ignoronte, por nuk arriti t'i harronte plotësisht. Brenda shtëpisë, tensioni rritej në një mënyrë tjetër. Arbeni dhe Anisa vazhdonin të mbanin distancë fizike, por afërsia emocionale bëhej gjithnjë e më e pamohueshme. Kishte momente kur vështrimet e tyre takoheshin dhe qëndronin të lidhura për sekonda që dukeshin si përjetësi. Kishte biseda që zgjateshin gjatë netëve, ku ndanin frikëra, ëndra, reflektime mbi jetën dhe mizoritë e saj të rastësishme. Kishte prekje aksidentale që dërgonin goditje elektrike të dy, duar që përplaseshin kur kalonin një pjatë, shpatulla që prekeshin kur përkuleshin njëkohësisht për të marrë diçka që Luka kishte rrëzuar. Arbeni ishte plotësisht i ndarë. Nga njëra anë, ndjente diçka që rritej brenda tij dhe që nuk mund ta mohonte më. Arbeni nuk ishte vetëm punëdhënësi i saj apo babai i fëmijës që ajo kujdesej. Ishte një burr që e shihte si person, që vlerësonte opinionet e saj, që bisedonte me të si i barabartë, që tregonte cenueshmëri pa frikën se do të dukej i dobët. Ai e bënte të ndihej e rëndësishme në një mënyrë që askush nuk e kishte bërë kurrë.
Kur ai e pyeste për ditën e saj, vërtet i dëgjonte përgjigjet. Kur ajo komentonte për ndonjë lajm apo jepte mendim për çfarëdo çështjeje, ai i konsideronte fjalët e saj me seriozitet. Ai kur nuk e bëri të ndiej inferiore për mungesën e arsimit formal apo për origjinën e saj të përulur. E trajtonte me respekt të vërtet, dhe kjo do të thoshte më shumë për të se sa çdo person i jashtëm mund ta kuptonte. Por nga ana tjetër rëndonte ndërgjegjja e pozicionit të saj, diferenca e moshës mes tyre që, megjithse nuk ishte e madhe, ishte mjaftueshëm domethënëse për të ushqyer thashë themet, humnera sociale që i ndante. Dhe kryesisht frika se mos po e keqinterpretonte të gjithë situatën. Anisa vinte nga një realitet ku burrat e pasur rrallëherë i shihnin gratë si ajo përtej shërbimit apo komoditetit. Nëna e saj kishte punuar gjithë jetën për familje të pasura dhe gjithmonë e kishte paralajmëruar të mbante kufi të qartë, të mos ngatëronte mirësjelljen me interes të vërtetë. Po sikur ajo të ishte duke bërë pikërisht këtë? Po sikur të ishte duke ndërtuar fantazi sepse alternativa do të ishte të pranonte se do të mbetej përgjithmonë vetëm, duke u kujdesur për jetën e të tjerëve pa pasur kur vërtet një të sajën? Po sikur Arbeni të ishte thjesht i sjellshëm sepse ajo ishte një profesioniste e mirë? Po sikur ata vështrime të zgjatura të ishin vetëm produkti i imagjinatës së saj të dëshpëruar për lidhje? Po sikur ajo të ishte duke ndërtuar një kështjell fantazisht mbi gjeste që nuk do të thoshin asgjë përveç mirësjelljes? Mundësia për të keqinterpretuar gjithçka dhe për të përfunduar duke u poshtëruar, ose më keq, duke humbur atë vend që ishte bërë streha e saj, e tmeronte. Arbeni përballej me konflikte po aq intensive. Çdo natë, pasi Anisa tërhiqej në dhomën e saj dhe ai më në fund ishte vetëm, luftonte me veten. Ishte shumë herët. Elira ishte larguar vetëm 3 vjet më parë, a do të ishte trafti të lejonte veten të ndjente diçka për një person tjetër kaq shpejt? Ai e donte Elirën, gjithmonë do ta donte, kjo nuk do të ndryshonte kurrë. Por filloi të kuptonte se dashuria nuk ishte një burim i kufizuar, se ishte e mundur të nderoje të kaluarën ndërsa hapej për të ardhmen. Megjithatë, kishte problemin praktik, Anisa punonte për të, varej prej tij financiarisht, jetonte në shtëpinë e tij. Çdo lëvizje në drejtim të saj mund të interpretohej si abuzim pushteti, si përfitim nga cenueshmëria e saj. Si mund të ishte i sigurt se ajo do të ndjente diçka të vërtet për të dhe jo vetëm mirënjohje të keqinterpretuar ose, më keq, ndjenjë detyrimi? Përveç kësaj, kishte Lukën për të konsideruar. Djali kishte krijuar një lidhje kaq të fortë me Anisën saqë Arbeni kishte frikë se çfarë mund të ndodhte nëse gjërat mes tyre nuk shkonin mirë. Nëse një marrëdhënie fillonte dhe mbaronte keq, Anisa ndoshta do të duhej të largohej dhe Luka do të humbiste edhe një figurë tjetër të rëndësishme amësore në jetën e tij. Djali kishte humbur kaq shumë, a do të ishte e drejtë të rrezikonte t'i shkaktonte më shumë dhimbje? Ndërsa të dy luftonin me konfliktet e tyre të brendshme, Luka vazhdonte zhvillimin e tij befasues. Terapistët ishin të impresionuar me progresin e tij. Megjithse ende nuk fliste, po përpiqej të imitonte tinguj më shpesh, kuptimi i tij i gjuhës kishte bërë hapa mbresëlënës dhe aftësia e tij për t'u shprehur përmes gjesteve dhe shprehjeve të fytyrës bëhej gjithnjë më e sofistikuar. Terapistja kryesore, doktoresha Petrela, një grua me përvojë që punonte me fëmijë jo verbal prej më shumë se 15 vjetësh, i komentoi Arbenit se kur nuk kishte parë një transformim kaq të rëndësishëm në kaq pak kohë. Gjatë një seance veçanërisht zbuluese, ajo kërkoi të fliste vetëm me Arbenin. I tha se besonte se heshtja e Lukës kur nuk kishte qenë thjesht fizike apo neurologjike. Ishte, sipas mendimit të saj profesional, kryesisht emocionale. Fëmia ishte rritur në një shtëpi të zhytur në trishtim, ku i rrituri më i rëndësishëm i jetës së tij ishte emocionalisht i munguar, i humbur në zinë e tij. Luka, në një farë mënyre, e kishte përthithur atë dhimbje dhe e kishte shndërruar në heshtje. Ishte sikur ai të kishte vendosur, pa vetdije, se fjalët e tij nuk ishin të nevojshme apo të mirëpritura në një botë kaq të rëndë. Por tani shtëpia ishte ndryshe. Kishte gëzim përsëri, kishte të qeshura, kishte një prani femërore që sillte lehtësi dhe dashuri pa kushte. Luka por i zbulonte sigurinë emocionale dhe me këtë, barierat që pengonin të folurit e tij filluan të shembeshin. Doktoresha bëri të ditur se nuk kishte garanci, se çdo fëmijë kishte kohën e vet, por se ajo ishte optimiste. Kishte diçka tek ai që sugjeronte se të folurit ishte afër, si një frut gati për t'u pjekur. Ndoshta mungonte vetëm një shkëndi, një moment specifik kur gjithçka do të lidhej menjëherë. Në mes të tetorit ndodhi një incident që përshpejtoi gjithçka.
Arbenit ju desh të udhëtonte në Durrës për një sër takimesh të rëndësishme që do të zgjasnin 2 ditë. Ishte hera e parë që do ta linte Lukën plotësisht nën kujdesin e Anisës për një periudhë të zgjatur. Ai ishte hezitues, jo sepse dyshonte në aftësinë e saj, por sepse kur nuk ishte ndarë nga i biri për kaq shumë kohë që kur Elira ishte larguar. Anisa e vuri re ankthin e tij dhe, natën para udhëtimit, u ul me Arbenin në dhomën e ndenjes pasi Luka fjeti. I tha se i kuptonte plotësisht frikërat e tij, se edhe ajo do të ishte e shqetësuar në vendin e tij, por se i premtonte të kujdesej për djalin sikur të ishte i saj. Do të kishte komunikim të vazhdueshëm, ajo do t'i dërgonte foto dhe video gjatë ditës, do ta telefononte nëse diçka dukej jashtë normales. Arbeni e falenderoi, por kishte diçka më shumë që donte të thoshte, fjalë që i mbetën në fyt, një impuls pothuajse i papërmbajtshëm për të rrëfyer thjesht atë që ndjente. Por ai u përmbaj. E falenderoi formalisht, i rishikoi udhëzimet e fundit që ajo tashmë i dinte përmendësh, dhe u ngjit lart për të bërë valixhe. Anisa mbeti aty, vetëm në dhomën e errët, duke ndjerë një trishtim të pashpjegueshëm t'i shtrëngonte gjoksin. 2 ditët që Arbeni ishte larg ishin të çuditshme. Shtëpia dukej ndryshe pa praninë e tij. Anisa u kujdes për Lukën me përkushtimin e zakonshëm, por kishte një ndjenjë paplotësie në ajër. Ajo dërgonte mesazhe dhe foto vazhdimisht dhe Arbeni përgjigjej menjëherë, gjithmonë i etur për lajme. Në telefonatat e natës për t'i uruar natën e mirë Lukës, biseda mes tyre zgjatej pasi djali flinte, të dy duke kërkuar justifikime për të vazhduar të ishin të lidhur. Ishte gjatë një prej këtyre telefonatave që Anisa, pa menduar shumë, i shpëtoi diçka që e kishte ruajtur. Komentoi se sa e zbrazët duke i shtëpia patë, se si edhe Luka shikonte nga dera duke pritur që babai të arrinte. Dhe pastaj, me një zë më të ulët, pothuajse duke pëshpëritur, shtoi se edhe asaj i mungonte. Pati një heshtje nga ana tjetër e linjës që dukej se zgjati një përjetësi. Pastaj Arbeni, me zë të ngarkuar me emocion, tha se edhe atij i mungonte. Jo vetëm Luka, por rutina, shtëpia dhe po, edhe ajo. Ai rrëfimi ndërsjell, edhe pse i fshehur, ndryshoi diçka mes tyre. Ishte sikur më në fund të kishin pranuar se kishte diçka aty përtej një marrëdhënieje profesionale, edhe pse ende nuk e dinin saktësisht se çfarë të bënin me këtë informacion. Kur Arbeni më në fund u kthye nga udhëtimi, ishte një e premte mbrëma. Arriti më vonë se sa priste, rreth orës 10, duke imagjinuar se Anisa tashmë do të ishte tërhequr në dhomën e saj. Por ajo ishte në dhomën e ndenjes, me vetëm dritën e butë të abazhurit të ndezur, duke lexuar një libër ndërsa priste. I tha se donte të sigurohej që ai të arrinte mirë, se do të mund të flinte vetëm pasi ta shite shëndosh e mirë. Arbeni la valixhen në 2 sheme dhe, për një moment, thjesht e shikoi. Anisa u ngrit nga divani dhe ata qëndruan aty, disa metra larg njëri tjetrit, me kaq shumë të pathëna mes tyre sa që ajri duke i dendur. Ishte Arbeni ai që bëri hapin e parë, fjalë për fjalë, duke ecur drejt saj me një shprehje që përziente vendosmëri dhe cenueshmëri. Ai filloi të fliste, zëri i dilte i ulët por i vendosur. Tha se kishte kaluar muajt e fundit duke u përpjekur të injoronte diçka që rritej brenda tij, se ishte bindur se do të ishte gabim, e papërshtatshme, e parakohshme. Por se gjatë atyre 2 ditëve larg, kishte kuptuar diçka themelore. Jeta ishte shumë e shkurtër, dhimbshëm e shkurtër, dhe ta shpërdoroje nga frika ishte tradhtia e vërtetë. Jo tradhti ndaj Elirës, por tradhti ndaj vetvetes, ndaj mundësisë për të qenë i lumtur përsëri. Anisa dëgjonte me lot që i formoheshin në sy. Kur ai bëri një pauzë, edhe ajo filloi të fliste. Tha se kishte frikë, aq shumë frikë se mos po keq interpretonte gjithçka, se mos ishte vetëm mirënjohje e ngatëruar me diçka më shumë, se mos priste gjithçka të mirë që kishte në atë shtëpi. Por se nuk mund të shtirej më, se nuk ndjente asgjë, se nuk zgjohej çdo ditë duke pritur ta shihte, se nuk e kapte veten duke menduar për të në momentet më të rastësishme. Arbeni zgjati dorën dhe, me hezitim, i preku lehtë fytyrën. Anisa mbylli syt kur ndjeu atë prekje dhe një lot më në fund i rrëshiti. Ai ia fshiu lotin me gishtin e madh dhe i përshpëriti se nuk kishin nevojë të nxitonin, se mund të ecnin ngadalë, të zbulonin së bashku se çfarë ishte kjo dhe ku mund të çonte. Por se ai nuk mund ta mohonte më, se donte ta zbulonte. Anisa hapi syt dhe takoi vështrimin e tij, kaq intensiv, kaq të cenueshëm, kaq të sinqert. Dhe për herë të parë që kur kishte ardhur në atë shtëpi, ndjeu se vërtet i përkiste një vendi.
Jo si ndihmëse, jo si punonjëse, por si dikush që kishte rëndësi, që shihej, që dëshiroi jo nga nevoja por nga zgjedhja. Ata nuk u puthen atë natë. Ishte shumë herët, shumë e brisht, shumë e rëndësishme për t'u nxituar. Por qëndruan aty duke mbajtur duart e njëri tjetrit, duke njohur më në fund atë që kishte mes tyre, duke I lejuar vetes të ndjenin pa faj dhe pa frikë. Nga dhoma pranë sallonit, Luka, I cili supozohej se flinte, ishte zgjuar nga zërat e ulët. U afrua në heshtjet e dera gjysmë e hapur dhe qëndroi duke vëzhguar, sytë e tij të mëdhenj dhe të vëmendshëm kapnin çdo detaj të asaj skene. Nuk e kuptonte plotësisht se çfarë po ndodhte, por diçka në ajër ndryshoi. E gjithë shtëpia dukej se merrte frymë ndryshe. Dhe brenda zemrës së tij të vogël, diçka filloi të lëvizte, sikur një ny që I mbante fjalët të fillonte më në fund të zgjidhej. Javët që pasuan atë natë ishin të rindërtimit të kujdesshëm. Arbeni dhe Anisa nuk bën njoftime dramatike apo ndryshime të befta. Vazhduan rutinat e tyre, por tani kishte një mirëkuptim të ndërsjell, një njohje të heshtur se po eksploronin diçka të re, diçka të brish dhe të çmuar që meritonte të trajtohej me delikatesë. Ata vidhnin momente së bashku pasi Luka flinte, bisedonin me orë të tëra për gjithçka dhe asgjë, ndanin ëndra të vjetra dhe shpresa të rinovuara. Anisa ndaloi së pyeturi veten aq shumë për vendin e saj në atë shtëpi. Filloi t'i lejonte vetes të përkiste, jo nga nevoja, por nga zgjedhja. E dekoroi dhomën e saj me prekje të vogla personale që I kishte shmangur më parë, filloi të jepte mendim për vendimet shtëpiake pa kërkuar leje paraprake, e zuri hapësirën e saj në mënyrë më të sigurt. Arbeni, nga ana tjetër, u hap në mënyra që nuk e kishte bërë që kur Elira ishte larguar. Flitej për të pa dhimbje paralizuese, ndante kujtime të lumtura, pranonte se të donte Anisën nuk do të thoshte të harronte apo të tradhtonte dashurinë e tij të parë. Ishin gjëra të ndryshme, po aq të vlefshme, që mund të bashkëjetonin në zemrën e tij. Ndryshimi më domethënës, megjithatë, ishte te Luka. Djali, gjithmonë perceptues pavarësisht heshtjes së tij, e ndjente qartë ndryshimin në ajër. Shtëpia që për kaq shumë kohë kishte qenë e rëndë dhe e tensionuar, tani merrte frymë lehtë. Babi buzëqeshte më shumë. Anisa këndonte ndërsa punonte. Kishte përqafime spontane, të qeshura të sinqerta, një ndjenjë familjeje që ai ndoshta kur nuk e kishte përjetuar me vetdije, por që e njihte në një nivel të thellë. Nëntori solli ditë më të ngrohta dhe, me to, një sër arritjesh të vogla. Luka filloi të përpiqej të imitonte fjalë specifike. Nuk ishin të qarta, as të plota, por ishin padyshim përpjekje për komunikim verbal. Ai thoshte diçka që tingëllonte si baba kur Arbeni arrinte nga puna. Përpiqej të riprodhonte opa kur shite një top. Doktoresha Petrela ishte rrezatuese, duke thënë se momenti I shpërthimit përfundimtar ishte afër, se ndoshta do të ndodhte në mënyrë të beftë dhe natyrale. Në një pasdite të shtune me diell, Arbeni vendosi të bënte diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh, një piknik familjar në parkun e liçenit. Përgatitën sanduiqe së bashku në kuzhinë, Arbeni dhe Anisa duke punuar krah për krah, ndërsa Luka vëzhgonte I ulur në stol, duke u dhënë përbërësit kur ja kërkonin. Kishte një atmosferë shtëpiake në atë skenë që ngrohte zemrën e të gjithë të përfshirëve. Në park, shtrin një batanie në një pemë të harlisur. Luka vrapoi në përbar, ndoqi pullumbat, qeshi kur Arbeni e kapi në krah dhe u rrotullua me të. Anisa bëri foto me celularin e saj të vjetër, duke kapur momente që donte t'i ruante për gjithmonë. Hëngrën sanduiqe që kishin shijen e lumturisë së thjeshtë, pinë lëng frutash nga kutia, vëzhguan familje të tjera përreth duke jetuar historitë e tyre. Ishte në atë moment, duke parë Lukën të luante pa u shqetësuar ndërsa Anisa rregullonte mbetjet e piknikut, që Arbeni pati një siguri absolute. Nuk kishte rëndësi se çfarë thoshin njerëzit, nuk kishte rëndësi se çfarë gjykonte shoqëria si të përshtatshme apo të leverditshme. Ai e donte atë grua. E donte forcën e saj, butësinë e saj, aftësinë e saj për t'u rindërtuar edhe pasi kishte humbur gjithçka. E donte mënyrën se si kujdesej për Lukën, se si kishte sjell jetën përsëri në një shtëpi të vdekur, se si e bënte të ndihej përsëri njeri. Atë natë, pasi e vun Lukën të flinte së bashku, duke I lexuar një histori për dragonjë dhe princesha që djali e adhuronte, Arbeni e ftoi Anisën të ulej me të në divanin e dhomës së ndenjes. Kishte diçka në shprehjen e tij që ja bëri zemrën të rrite më shpejt. Ai I mbajti duart e saj mes të tijave dhe filloi të fliste, zëri I ngarkuar me emocion.
I tha se e dinte që kjo kishte filluar në mënyrë jo konvencionale, se ndoshta kur nuk do të ndiqnin standardet që priste bota, por se nuk I interesonte më. Se në muajt e fundit kishte rizbuluar se çfarë do të thoshte të ishe gjallë, jo vetëm të ekzistoje ditë pas dite, por të jetoje vërtet. Dhe se e gjithë kjo ishte për shkak të saj. E pyeti nëse do të ishte e gatshme ta shndërronte këtë që kishin në diçka zyrtare, nëse do të pranonte jo vetëm të vazhdonte të jetonte aty, por të ndërtonte një jetë me të vërtet si partnere, si e barabartë. Si personi që ai zgjidhte të ishte pranë. Anisës I rridhnin lot në përfaqe. U përpoq të fliste, por fjalët I dilnin të ngatëruara. Atëherë thjesht tundi kokën me forcë, duke qeshur dhe duke qarë në të njëjtën kohë. Arbeni e tërhoqi në një përqafim të fortë dhe për herë të parë I lejuan vetes një puthje. Ishte e butë, pothuajse e ndrojtur, por e ngarkuar me premtime për të ardhme të mundshme, për rifillime të merituara, për dashuri të ndërtuar mbi rënoja që më në fund po shndërroheshin në themele të forta. Ditët që pasuan ishin të rregullimeve. Arbeni bisedoi me besnikun, ja bëri të qartë se nuk do të pranonte më. Komente për Anisën dhe se çdo klient që kishte problem me zgjedhjet e tij personale mund t'i çonte bizneset e tij diku tjetër. Besniku, duke parë vendosmërinë e mikut dhe duke pranuar se Arbeni ishte sinqerisht I lumtur për herë të parë në vite, u bë një aleat. Ndihmoi në shpërndarjen e thashethemeve, e mbrojti çiftin kur ishte e nevojshme dhe gradualisht thashethemet filluan të zvogëloheshin. Anisa zyrtarisht pushoi së qeni punonjëse. Arbeni këmbënguli se nuk ishte më e përshtatshme ta shihte në atë mënyrë, se ajo ishte partnerja e tij dhe meritonte të trajtohej si e tillë. Punësuan një ndihmëse që vinte disa ditë në javë për të ndihmuar me pastrimin e thellë, por Anisa vazhdoi të gatuante sepse I pëlqente, vazhdoi të kujdesej për Lukën sepse e donte, por tani me zgjedhje, jo me detyrim. Ndryshimi më I bukur nga të gjithë, megjithatë, ende nuk kishte ardhur. Ishte një mëngjes I zakonshëm dhjetori, pak ditë para Krishtlindjeve. Anisa ishte në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin, duke kënduar një këngë Krishtlindjesh që luej në radio. Arbeni kishte dalë herët për të zgjidhur disa çështje në kompani para festave. Luka u zgjua, zbriti shkallët me arushin e tij pelush që zvarritej në dy sheme, dhe u ul në tryezën e kuzhinës me atë përgjumje karakteristike të mëngjeseve. Anisa I përgatiti pjatën me dashuri, petulla me mjalt ashtu siç I pëlqente, të prera në copa të vogla. E vendosi pjatën mbi tryezë dhe u kthye të merrte lëngun në frigorifer. Ishte atëherë kur e dëgjoi. Një zë I vogël, I qartë si kristal, duke thyer 3 vjet heshtje. Mami, ulu këtu pranë meje sot? Tava që Anisa mbante I rëshiti nga duart dhe u thërmua në dy sheme. Ajo u kthye ngadalë, zemra I rrite aq fort sa dukej se donte t'i dilte nga gjoksi. Luka po e shikonte me ata sy të mëdhenj dhe shprehës, duke pritur një përgjigje, sikur të mos kishte bërë sapo gjën më të jashtëzakonshme. Anisa, me duar që I dridheshin, injoroi copat e xhamit në dy sheme dhe vrapoi drejt tij. U gjunjëzua pranë karriges dhe ja mbajti fytyrën e vogël mes duarve. Ti fole, I përshpëriti, zëri I dridhej. Ti fole, dashuria ime. Luka buzëqeshi në atë mënyrë të veçantë që e rezervonte vetëm për momente të rëndësishme. Mami e përsëriti duke e testuar fjalën, duke e shijuar. Unë dua që ti të ulesh këtu. Lotët e Anisës rridhnin lirshëm tani. Ajo e tërhoqi në një përqafim të fortë, duke I mbuluar kokën me puthje, duke qeshur dhe duke qarë në të njëjtën kohë. Nuk ishte vetëm fjala e parë që kishte rëndësi, megjithse kjo në vetvete ishte mrekulli. Ishte cila fjalë kishte zgjedhur. Ishte kujt ja kishte zgjedhur t'ia thoshte këtë fjalë. Anisa mori telefonin me duar të dridhura dhe I telefonoi Arbenit, I cili u përgjigj në zilen e parë. Kur ajo më në fund arriti t'i tregonte se çfarë kishte ndodhur, e dëgjoi atë të mbytej në anën tjetër të linjës. Ai tha se po kthehej menjëherë, se nuk kishte rëndësi takimi që ishte gati të fillonte, se asgjë në botë nuk ishte më e rëndësishme se ai moment. Arbeni arriti në shtëpi në kohë rekord, gjeti Anisën ende të gjunjëzuar pranë Lukës, I cili tani po hante petullat e tij I qetë sikur të mos kishte revolucionarizuar sapo botën e tyre. Kur pa të atin, Luka ngriti syt dhe tha, me atë natyrshmëri befasuese, "Përshëndetje, babi." Mami bëri petulla. Arbeni ndjeu këmbët t'i dridheshin. U mbështet në tryezë dhe qëndroi aty, thjesht duke parë djalin e tij, atë djalë që kishte mbajtur një heshtje kaq të rëndë për kaq shumë kohë, tani duke folur sikur gjithmonë të kishte qenë i aftë.
U gjunjëzua pran Anisës dhe zgjati krahët. Luka u hodh në ta dhe të tre qëndruan aty të përqafuar duke qarë lot gëzimi, lehtësimi, mirënjohje për atë moment që duke i pamundur por që më në fund kishte ardhur. Çfarë po ndjen, kampion, e pyeti Arbeni kur më në fund arriti të gjente zërin. Luka mendoi për një moment, ai seriozitet karakteristik iu kthye në fytyrë. Jam i lumtur, babi. Shtëpia jon është e lumtur tani. Ato fjalë të thjeshta përmbanin një të vërtet të thellë që Arbeni dhe Anisa e njohën menjëherë. Shtëpia ishte e lumtur. Jo vetëm të rriturit që kishin gjetur dashurinë pas humbjes, por edhe fëmia që më në fund ndjej mjaftueshëm i sigurt për t'u shprehur. Luka nuk kishte folur më parë sepse nuk kishte asgjë që ia vlente të thuej në një botë trishtimi. Por tani, në një shtëpi të mbushur me dashuri dhe shpresë, fjalët e tij më në fund kishin një vend për të ekzistuar. Ditët që pasuan ishin të zbulimeve të vazhdueshme. Luka nuk pushoi më së foluri. Ishte sikur 3 vjet fjalë të ndrydhura më në fund të kishin gjetur një valvul shkarkimi. Ai tregonte histori për lodrat e tij, bënte pyetje për gjithçka, këndonte këngë që i kishte mësuar në heshtje, shprehte opinione për ushqime, rroba, lojra. Personaliteti i tij, më parë i fshehur pas heshtjes, lulëzoi në mënyrë spektakolare. Doktoresha Petrela, kur mori vesh lajmin, nuk u befasua aq sa u emocionua. Tha se kishte raste të tilla në literaturën mjekësore, fëmijë që mbeteshin jo verbal, jo për paftësi fizike, por për mungesë motivimi emocional për të komunikuar. Luka më në fund kishte gjetur jo vetëm sigurinë, por edhe lumturinë që e bënte të folurit jo vetëm të mundur, por të nevojshëm. Ai kishte gjëra për të thënë, ndjenja për të shprehur, dhe tani kishte një mjedis që i priste fjalët e tij me dashuri. Krishtlindjet e atij viti ishin të veçanta në një mënyrë që asnjëri prej tyre nuk mund ta kishte parashikuar. E dekoruan shtëpinë së bashku, Luka duke dhënë opinione entuziaste se ku duhej të qëndronte çdo zbukurim. Përgatitën darkën në familje, Arbeni duke prerë perime ndërsa Anisa i hidhte erza mishit dhe Luka, në këmbë mbi stol, ndihmonte të përziente sallatën. Kishte muzikë, të qeshura që i bënin njehon korridoreve, aroma e ushqimit shtëpiak që mbushte çdo dhomë. Natën e Krishtlindjeve, pasi Luka fjeti i raskapitur nga aq shumë emocione, Arbeni dhe Anisa u ulën në dhomën e ndenjes të ndriçuar vetëm nga dritat e pemës. Ai e tërhoqi pranë vetes dhe qëndruan aty në heshtje të rehatshme për disa minuta, thjesht duke shijuar paqen e atij momenti. 3 vjet më parë, pëshpëriti Arbeni, isha i bindur se jeta ime kishte mbaruar. Se gjithçka që më kishte mbetur ishte të mbjetoja ditë pas dite derisa koha më në fund të pushonte së dhimburi. Anisa i mbajti dorën duke gërshetuar gishtat e tyre. Dhe tani? Tani, tha ai, duke u kthyer për ta parë në sy, tani e di se jeta nuk mbaron kur humbasim dikë. Ajo transformohet. Dhe nëse kemi guximin të hapemi ndaj asaj që vjen më pas, mund të gjejmë diçka po aq të bukur sa ajo që kishim më parë. Të ndryshme, por po aq të vlefshme. Ti ma mësove këtë, tha Anisa butësisht. Ti dhe Luka. Ju më treguat se gjithmonë ka mundësi për një fillim të ri, edhe kur gjithçka duket e humbur. Ja mësuam njëri tjetrit, e korrigjoi Arbeni. Ne të tre. Ishim 3 njerëz të thyer që në një farë mënyre gjetëm një mënyrë për t'u përshtatur, për t'u plotësuar, për t'u shëruar reciprokisht. Ata u puthën në dritat vezulluese të pemës së Krishtlindjeve, një puthje që vuloste jo vetëm të tashmen, por edhe të gjitha premtimet e së ardhmes. Një të ardhme që do ta ndërtonin së bashku, jo si punëdhënës dhe punonjëse, jo si të huaj të bashkuar nga rrethanat, por si familje e zgjedhur, si partner jete. Si njerëz që kishin mësuar se dashuria më e fuqishme është ajo që lind nga hiri i dhimbjes. Në muajt që pasuan, jeta vazhdoi marshimin e saj natyral. Luka lulëzoi në mënyra të paimagjinueshme, duke u bërë një fëmijë i folshëm, kurioz, i dashur. Filloi të frekuentonte një shkollë dhe bëri miq shpejt. Fjalori i tij zgjeroi çdo ditë dhe ai kur më nuk u kthye në heshtje. Kishte gjetur zërin e tij dhe me të vendin e tij në botë. Arbeni dhe Anisa u martuan në një ceremoni të vogël dhe intime në fillim të vitit pasardhës, vetëm me miq të afërt dhe familjar. Luka ishte djali shoqërues, duke mbajtur unazat me një seriozitet të adhurueshëm. Kur gjykatësi pyeti nëse kishte ndonjë kundërshtim për martesën, Luka ngriti dorën dhe tha me gjithë bindjen, unë nuk kam kundërshtim, unë dua që ata të martohen. E gjithë salla shpërtheu në të qeshura dhe lodh.
Anisa kur nuk I harroi origjinat e saj, kur nuk e humbi për ulsinë që e përcaktonte. U kthye në shkollë, bëri fakultetin e pedagogjisë siç kishte ëndërruar gjithmonë, u bë mësuese e arsimit parashkollor. Arbeni e mbështeti në çdo hap, krenar për gruan e jashtëzakonshme që ajo ishte dhe vazhdonte të bëhej. Shtëpia në Tiranë, që për kaq shumë kohë kishte qenë një mauzole kujtimesh të dhimbshme, u transformua plotësisht. Ishte një shtëpi e gjallë, pulsuese, plot zhurmë fëmijë, të qeshura, diskutime të kota se çfarë filmi të shihnin, aroma ushqimi shtëpie. Trëndafilat që Elira kishte mbjell vazhdonin të lulëzonin në kopsht dhe Anisa kujdesej për to me dashuri, duke pranuar se ato lule ishin pjesë e historisë së asaj familjeje, ura mes të kaluarës dhe të tashmes që meritonin të nderoheshin. Arbeni kur nuk I fshiu kujtimet e Elirës. Kishte foto të saj nëpër shtëpi, histori që ai tregonte Lukës për nënën që e kishte lindur, njohje të vazhdueshme se ajo do të ishte gjithmonë pjesë e tyre. Dhe Anisa kur nuk u ndje e kërcënuar nga kjo. E kuptonte se dashuria nuk ishte garë, se kishte vend në zemrën e Lukës për të dashur kujtimin e nënës biologjike dhe praninë e nënës që e rriste. E kuptonte se dashuria e Arbenit për të nuk e zvogëlonte dashurinë që ai kishte ndjer për Elirën. Ishin kapituj të ndryshëm të së njëjtës jetë, po aq të rëndësishëm, po aq të vlefshëm. Teto Zana u kthye I vizitonte rregullisht, gjithmonë e emocionuar kur shihte Lukën duke folur pa pushim, gjithmonë e mahnitur me transformimin e asaj familjeje që kishte ndihmuar të ndërtohej. Ajo thoshte se e dinte që nga dita kur e takoi Anisën të bërë qull nga shiu, se ajo vajzë ishte dërguar nga forca më të larta për të shëruar atë shtëpi. Dhe ndoshta ajo kishte të drejtë. Ndoshta kishte diçka hyjnore, të paracaktuar, në mënyrën se si tre jetë të thyra u takuan pikërisht kur kishin më shumë nevojë për njëra tjetrën. Ose ndoshta ishte thjesht këmbëngulja kokfort e dashurisë njerëzore, aftësia e saj për të mbirë edhe në tokat më të thata, për të gjetur dritë edhe në errësirën më të thellë. Në fund, nuk kishte rëndësi se cili shpjegim ishte I saktë. Ajo që kishte rëndësi ishte se Arbeni kishte rigjetur aftësinë e tij për të dashur, për të hapur, për të ndërtuar të ardhmen. Anisa kishte gjetur jo vetëm një vend për të jetuar, por një vend për të përkitur, një familje që e zgjodhi po aq sa ajo I zgjodhi ata. Dhe Luka kishte gjetur zërin e tij, si në kuptimin literal ashtu edhe në atë metaforik, duke mësuar se ishte e sigurt të shprehej, se fjalët e tij ishin të vlefshme, se ai ishte I dashur pa kushte. Një shtëpi që më parë ruante vetëm hije dhe heshtje, u kthye të merrte frym. Dhe jeta, edhe një herë, vërtetoi tezën e saj më themelore, edhe pas humbjeve më të mëdha, edhe kur duket se gjithçka ka mbaruar, gjithmonë ekziston hapësirë për një fillim të ri. Gjithmonë ka mundësi për rindërtim. Gjithmonë ka shpresë se ditë më të mira do të vinë, për sa kohë që kemi guximin të hapemi ndaj tyre. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arbenit, Anisës dhe Lukës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim humbjeje, rindërtimi dhe dashurie, klikoni butonin e pëlqimit, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se gjithmonë ka shpresë edhe në momentet më të vështira. Ju presim në episodin e ardhshëm.